Edukata në disa rreshta. Edukata është formësim i njeriut. Edukata nuk është koncept dhe teori e cila memorizohet, apo urtësie, proverba të cilët tregohen. Por ajo është formësimi i jetës së njeriut, ndërtimi i aftësive dhe i prirjeve të tij, drejtimi i sjelljeve të tij, që ai të ngrihet deri në rrugët e përsosjes. Gjithanshmëria e edukatës. Edukata në vete dallohet me gjithanshmëri, me përsosuri dhe me shkallëzim. Këto cilësi themelore e bëjnë atë të jetë një proces i rëndë, i cili kërkon shumë përpjekje dhe kohë të mjaftueshme. Po që se edukatori nuk e percepton këtë realitet, atëherë ai mund të anojë ka njëra anë, duke dëmtuar anën tjetër të personalitetit. Apo për rreth tij të i humb ndikuesit e tjerë edukues. Apo ndoshta edhe të ngutet të arrijë deri te rezultati e në fund të ndërpres procesin dhe të dëshpërohet. Prejje për syt. Allahu thot: edhe ata që thonë, o Zoti ynë, dhurona nga gratë tona dhe trashëgimtarët tanë, që është preje për syt tanë. El Hasan el Basri, Allahu i mëshiroft, thoshte: pasha Allahun, nuk ka preje më të mirë për syrin e muslimanit se ta shoh fëmijën e fëmijës, vëllain apo mikun duke ju nënshtruar dhe bindur Allahut. Që të ndihmoj ty për t'ju nënshtruar dhe bindur Allahut. Prej fryteve të edukatës së dinj është se do të kesh fëmijë i cili do të ndihmoj për fen tënde. Omer ibn Abdulazizi, Allahu i mëshiroft, i lodhur nga angazhimet e ditës si prijes i muslimanëve, shkoi të pushonte para namazit të drekës. Ju afrua djalit i tij, Abdul Meliku, dhe i tha: je shtrirë të pushosh dhe nuk po merresh me problemet e njerëzve? U përgjigj: mbrëm nuk kam bërë gjumë. Si ta fali namazin e drekës, do të filloj të merrem me to. Djali i tha: e kush të siguron se do të jetosh deri në drekë? Omeri i aktheu: birim, eja këtu afrohu, dhe e puthi në mes të ballit. Pastaj tha: falënderimi i takon vetëm Allahut, i cili prej pasardhësve të mi më dha fëmijë që më përkrapën në fen time. Vlera e edukatës. Udhëheci i muslimanëve, Mensuri, e dërgoi shërbëtorin e tij te burgu që t'i pyeste të burgosurit prej fisit Benu Umeje: cila vështirësi është më e rënda që e përjetoni në këtë burg? Ata i thanë: më e vështira është fakti se nuk kishim rastin të i edukonim fëmijët tanë. I harruan prangat, vetmin, poshtërimin dhe namin e mëhershëm që e kishin. E ndjenin keqardhje për pamundësinë që t'i edukonin fëmijët e tyre. E fëmijët që i kemi pranë nesh, çfarë po veprojmë me ta? Edukata është pjesë e jetës. Shumë prej haditheve të pejgamberit, lavdrimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, me karakter udhëzues, kishin për qëllim sqarimin e situatës, apo përgjigjen e pyetjes, apo shfrytëzimin e dodhisë. Kjo na bën të kuptojmë se edukata qen ka pjesë e lidhur ngushtë me jetën, e pandarë prej saj. Vijueshmëria e edukatës. Edukata vjen përpara arsimit, bashkë me arsimin dhe pas arsimit. Edukata është pistoni i sigurisë kundër dukurive, të cilat i shohim tek ai që i mungojnë gjurmët e arsimit në cilësinë dhe sjelljet e tij. Gjundub ibn Abdullah, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, tha: ishim të rinj në moshë, diku afër moshës së pubertetit. Kur rrinim bashkë me pejgamberin, lavdimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, dhe njëherë të mësonin imanin para se ta mësonim Kur'anin. Kështu që mësuam Kur'anin, e kjo na e shtoi edhe më tepër imanin. Ashtu siç më kanë edukuar kur unë isha i vogël. Më e mira që prindrit u japin fëmijëve të tyre është edukata e mirë dhe e drejtë. Për këtë shkak, Allahu e veçoi me përmendje edukatën nga gjithë atyre gjërave që prindrit u japin fëmijëve të tyre dhe thot:
lësho para tyre krahet e përuljes prej mëshirës dhe thuaj: O Zoti im, mëshiroj ata, ashtu siç më kanë edukuar kur unë isha i vogël. Imam Kurtubiu, Allahu e mëshiroft, në komentarin e këtij ajeti tha: e veçoi Allahu edukatën me përmendje që njeriu ta kujtojë mëshirën, butësinë dhe lodhjen e prindërve në edukim. E kjo t'ia shtoi atij më shumë mëshirën dhe dëmshurinë ndaj tyre. Edukata e mirëfillt është ndihmtari yt për të mirën tënde. Ibn el-Qayyimi, Allahu e mëshiroft, thot: për ty njeriu më i dobishëm është ai që ta mundson të i afrohesh derisa të mbjellësh hajrin tek ai, apo t'ia bësh atij ndonjë të mirë. E ky njeri është përkraja më e mirë për ty në të mirën tënde dhe në përmirësimin tënd drejt përsosjes. Realisht, përfitimi yt prej tij është sikur përfitimi i tij prej teje, ose edhe më shumë. Edukata është vizion dhe punë. Kur shikojmë në hollësitë e jetës së përditshme të edukatorit, ndodh që ta humbim vizionin e plot afatgjat për të. Atëherë kur e kufizojmë veten me vizionin teorik, ndodh që ta humbim dinamikën vepruese të përditshme. Pra, ne kemi nevojë që çdo herë ta rikujtojmë se jeta është vizion dhe punë. Kur i mëson tjetrit të mirën, është kulmi i bamirësisë. Bamirësia është kushti i shpirtrave bujar. Kulmi i bamirësisë është kur ja mëson tjetrit të mirën. Ndërsa mësuesi të mirë i shpërblet e mira e tij tek Allahu dhe te njerëzit. Ai gjendet në mes të shpërblimit të Allahut dhe të ndershmërisë së njerëzve. Nëse atë e braktisin krijesat, nuk do ta braktisë krijuesi. Ibn Taymije, Allahu e mëshiroft, thot: nxënësi i dijes duhet ta dijë shenjtrinë e mësuesit të tij dhe ta falenderojë atë për bamirësinë kundrejt tij. Ai që nuk i falenderon njerëzit, nuk e falenderon Allahun. Nxënësi nuk guxon t'ia mohoj hakun dhe të mirën mësuesit që ka bërë për të. Fëmijët janë farë e mirë. Fëmijët tanë janë sikur toka pjellore. Nëse në të e mbjellin farën e mirë, del e mirë bima dhe piqen frutat. E nëse e braktisin mbjelljen, do të vinë të tjerë të na mbjellin tokën me çfarë të duan, ose të na dëmtojnë me gjembat e të mbjellave të tyre.